ku bëhet thirrje për shfarosjen, përkatësisht pastrimin etnik të gjithë popullatës muslimane shqiptare. Sot kemi dorëzuar pranë prokurisë speciale, ashtu siç kemi paralajmëruar edhe më përpara, ndaj zotit Belizar Jezerci, kallëzim penal me dyshimin e kryerjes veprave penale, nxitje e përçarjes dhe mosdurimi dhe shtytje në kryerjen e veprave terroriste, me qenë se i njëjti në vazhdimsi, mirë po veçanërisht me qëndrimin e tij publik në rrjetin e tij social në Facebook, me statusin e fundit ku bën thirrje për parosjen përkatësisht pastrimin etnik të gjithë muslimanëve shqiptar nga territoret e Dardanis, ashtu siç i thot ai, duke marrur për shembull dhe model të duhur frymën e sotme e cila është duke ndodhur në Iran dhe duke marrur për shembull Spanjën dhe Greqinë, të cilat në mesjet përkatësisht Spanja në vitet 1400-1500 e spastron komplet territorin e saj nga muslimanë dhe hebrejnë, kurse Greqia në vitin 1145 pastron etnikisht territorin nga gjithë muslimanët, veçanërisht nga shqiptarët etnisë qame, të cilët dëbohen masovikisht nga të shtëpitë e tyre dhe përsekutohen dhe vriten. Kjo është një akt i paprecedent, një çmenduri e cila i ka kaluar nivelet e lirisë shprehjes dhe e cila në një shoqëri të tillë që me kushtetut do duhet që liria e shprehjes përcaktohet që liria e shprehjes kufizohet në raste që ajo bie ndesh me sigurinë publike dhe interesin publik. Ky zotëri ka vepruar kësaj duke nxitur dhe duke bërë thirrje masive për largimin e popullatës muslimane shqiptare nga territoret e Ilirides. Ky kallëzim penal është shembull dhe model që ne nuk do ndalemi dhe jo vetëm ndaj këtij, por edhe në gjithë atyre provokatorëve tjerë të Serbisë që janë pjesë e lëvizjes për rikthim përkatësisht lëvizjes Deçanit, të cilët në vazhdimsi tentojnë që të provokojnë dhe nxisin urrëtie dhe përçarje ndërfetare dhe ndëretnike në mesin e shqiptarëve, do t'i bëjmë dije që ne do t'i shfrytëzojmë gjitha mundësitë ligjore dhe do të parashtrojmë çdo herë kallëzim penal ndaj tyre, nga se të njëjtit nuk duhet të tolerohen në një shoqëri kur toleranca fetare, bashkëjetesa dhe harmonia mes popullit shqiptar të feve të ndryshme ka ekzistuar historikisht dhe përkundër përpjekjeve historike të Serbisë dhe armiqve tonë që të nxisin përçarje mbi baza fetare, duke cilat kanë qenë sponsorizuar edhe nga shtetet evropiane në historinë e kombit tonë, ne do t'i bëjmë dije që nuk do të lejojmë dhe do të shfrytëzojmë çdo mjet mundshëm që të njëjtit mos përçojnë popullin tonë. Ky kallëzim penal është edhe një lloj veprimi ndaj prokurisë speciale, e cila aq sa është prokuri e cila kujdeset për vendosjen e drejtësisë, po ashtu është institucion e cila ushtron shumë më shumë politik se sa në realitet drejtësi, sepse në këto raste, në rastet kur individ caktuar përkatësisë muslimane shkruajnë statusa dhe nxisin urrëtie pa i arsyetuar, pa të drejtë ndaj individëve të caktuar ose grupe të caktuara, menjëherë arrestohen dhe menjëherë iniciohet procedura sipas detyrës zyrtare, kurse ndaj grupit Deçanit ky institucion ka politikë selektive, pra nuk mban drejtësi dhe i vënë vesh në lesh dhe nuk i intereson fare dhe i mbyll gjitha dosjet dhe nuk merr asnjë lloj veprimi të shpejtë, duke ditur që ky rast është një rast i paprecedent ku bëhet thirrje për shfarosjen përkatësisht pastrimin etnik të gjithë popullatës muslimane shqiptare. Ne i bëjmë thirrje prokurisë speciale që ta kryen detyrën e saj që ja përcakton kushtetuta dhe ligji dhe të marrë veprimet e duara dhe të presim drejtësi prej saj përkatësisht akt akuzë në mënyrë që të mos e humbin besimin qytetarët e Republikës se ky institucion është më shumë politik se sa institucion i drejtësisë. Ne presim që ky institucion, duke ditur që i kemi dorëzuar dikon afër 25 prova materiale përkatësisht qëndrimit të zotëriut Belizar dhe qëndrimeve të përgjithshme të cilat janë të organizuar dhe të sinkronizuara të lëvizjes Deçanit, presim që prokuria speciale, ashtu siç e ka zellin në çështjet të cilat janë ndaj pushtetit sot aktual dhe ministrave shumë shpesh me të drejtë, do duhet që ta kishte zellin ndaj kësaj çështje, duke ditur që kjo është një çështje shumë e ndjeshme për popullin tonë dhe një pjesë të popullit, nga se është identiteti të cilin ne vetë kemi zgjedhur dhe në këtë rast do duhet që të mos e humb besimin. Presim që prokuria speciale të marrë masat menjëshme dhe ne kemi kërkuar që edhe të paraburgoset i njëjti përkatësisht caktohen edhe njërë nga masat e sigurimit të pandehurit
deri në gjatë zhvillimit procedurës, për arsye se në rast se i njëjti tolerohet, jam i bindur që do të vazhdojnë jo vetëm me këtë intensitet, po dhe me një intensitet më tashpër, sepse kjo është një politikë e sponsorizuar nga ana e Serbisë dhe armiqve të vendit tonë, që përmes këtyre grupeve, të këtyre ateistëve ideologjik enverist, cilët e pretendojnë veten si baballar të kombit, të nxisin sa më shumë përçarjen mesin popullit tonë, kur populli jon është shumë komod me njëri tjetrin dhe na e dimë që armiqt i kim të jashtëm dhe nuk i kim brendshëm.